Konispoli, një bashki në skajin më jugor të vendit, prej vitesh njihet si një zonë me potencial të lartë bujqësor, ku kultivimi i agrumeve dominon ekonominë e familjeve vendase, po përveç bujqësisë, banorët e kësaj zone kanë zhvilluar paralelisht edhe sektorin e blegtorisë, duke krijuar një model të qëndrueshëm ekonomik rural. Rëndësishëm e luan dhe blegtoria në bashkinë e Konispolit. Kemi diku rreth 4.000 gjeth në total, lopë gjithsej kemi diku te 3.000, dhe të imta diku te 48.000 krerë. Momentalisht të gjitha krerët tani shtektojnë për vende të tjera, ikën domethënë nga bashkia e Konispolit, kanë lidhur kullota me fshatra të tjera dhe bëhet shtegtimi i baktive. Një tjetër deg që po njeh zhvillim vit pas viti në Konispol është bletaria. Sot në këtë bashki numërohen qindra koshere bletësh, të shpërndara në zona të ndryshme të pasura me bimësi natyrore. Bletaria po kthehet në një burim të qëndrueshëm fitimi, veçanërisht për familjet që e kanë kthyer këtë aktivitet në biznes të mirëfillt. Në bashkinë e Konispolit një vend të rëndësishëm zë shumë dhe bletaria, ku numri i koshereve të bletëve vjen vazhdimisht duke u rritur. Kemi deri në vitin 2019 kanë qenë diku te 3.500 koshere dhe tani kemi arritur një vlerë diku te 5.000. Është një sektor e cila kërkon punë, por ka dhe fitime të shumta. Zhvillimi qëndrueshëm i bujqësisë, blegtorisë dhe bletarisë në bashkinë e Konispolit tregon jo vetëm për potencial natyror të zonës, por edhe për përkushtimin e banorëve që prej vitesh punojnë tokën dhe kujdesen për blegtorinë.